Pas situatës së krijuar të ditëve të fundit në rrugët e jugut që e lidhin me Tiranën, autoriteti rrugor shqiptar është detyruar të përcaktojë itinerarin e qarkullimit të gjitha llojeve të automjeteve, pas bllokimit total të segmentit rrugor në zonën e Arrat e Gurrës, pjesë e aksit Librash-Pogradec. ARSH ka përcaktuar si itinerar për mjetet e tonazhit të rënd: pika doganore Qafthan, Maqedoni, pika doganore Bllatoz-Dibër, rruga Arbrit-Tiranë. Kjo ka bërë që në pikën doganore të Bllatoz të ketë një fluks të lartë të lëvizjes gjatë kësaj të hëne, ndonse kapacitetet e kësaj pike doganore janë të vogla. 10 automjete me ngarkesa të mëdha do të kalojnë nga rruga Arbrit, e cila edhe kjo ditët e fundit ka shfaqur probleme me shembjen e skarpatave apo të çarjes së trases. Drejtuesit e mjeteve thonë se me këtë ngarkesë edhe rruga e Arbrit mund të ketë një njëjtin fat si ajo Librash-Pogradec. Ka shumë ndryshim, Maqedoni se metodë. Për fat keqin to, Maqedoni si ka rrugë më të mirë se to. Pas dy doganave rruga katastrofë, siç duket. Sa po të kalosh pjesën nga mes janë duket vetë asfalti që është as gropa, as gjë, me viza me çdo gjë. Ajo do të jetë edhe më katastrofë për këta dy dogana këtu, sepse edhe te kalimi nëpër tratë doganave është pak më vonas. Patjetër do të shikosh më vonë nëse do jesh këtu se sa do bëhet radha makinave të vogla, nuk është thjesht kamiona. Në momenti që u futa për ndihmë të madhe kur kalova doganën tonë, kom prit gati më shumë se gjysore aty më tonë. Është rrit fluksi i qarkullimit. Problemet në rrugën e Arbrit janë konstatuar në fshatin Plani Bardh të Bashkisë Klos, segmentin e njësisë Zibër deri tek tuneli Murizit, si dhe në fshatin Maris të Tiranës ku ka dëmtim të skarpatës.